dashasi, mirëmëngjesi tash të rishikues të Klanit, dëgjues të radios Klanit 92.9. Ju përshëndesim të gjithëve në këtë mëngjes i cili ka gdhirë sikur e shikoni goxha e kthiellit dhe e tillë parashikohet të jetë e tër dita e sotme. Të dashur miq, që ne sot jemi e mërkurë, data është 11 mars 2026, eksakte ora është 7 pa pak sekonda, edhe si çdo mëngjes të mos harroni dhe nxitoni dashur miq në orën parë, por të prenotuar numrin tuaj në 069 40 41 003. Në fakt, cila është tema, ose le të themi më saktë, cila është pyetja për mëngjesin e sotshëm. Më dëgjoni pak me vëmendje. Sot do të bëj një pyetje që ndoshta nuk ka nevojë për një përgjigje të lehtë, por ka shumë histori pasaj. Imagjinoni për një moment njëri që nuk ka para në xhep, që numëron lekët për bukën e ditës, që ndonjëherë duhet të zgjedh mes një fature ose një nevojë le të themi tjetër. Është e rëndë, është e dukshme, sepse kjo është varfëria dhe shpesh është e pamëshirshme. Tani imagjinoni një tjetër peshë që nuk duket nga jashtë. Turpi për të dukur para të tjerëve, turpi për të kërkuar ndihmë, turpi për të pranuar që nuk ka del dot vetëm. Kjo është e gjitha. Sepse varfëria të boshatis xhepat, por turpi mund të boshatisi edhe shpirtin. Kështu që të dashur miq, kjo është pyetja. Cila është më e rëndë për një njeri? Është turpi apo varfëria? Sa njerëz ka sot që vuajnë heshtje vetëm sepse kanë frikë nga fjalët e botës? Sa njerëz kanë zgjedhur të durojnë gjithçka vetëm për të mos ulur kokën para tjerëve? Pra cila është më e rëndë për një njeri? Ti je i varfër apo të ndihesh i tërpëruar para botës? Sepse varfëria ndonjëherë është fat, ndërsa turpi shpesh është gjykimi i njerëzve. 069 40 41 003. Cila është më e rëndë? Turpi apo varfëria? Me telefonatën me mëngjesi. Mëngjesi. Kush jeni nga Fisti? Elbasani jam. Kush jeni juve? Arseni. Arsen si u ktheve? Mirë? Mirë. Urdhëroj dashur. Unë do thosha dë ndaja këtë kohën e punën e turpit. Më kupton? E kuptoj. Është shumë e rëndë turpi, jam dakord. Po turpi mund të jetë një çast, një javë e shumta, kurse varfëria mund të jetë në vite. Kështu që është më e rëndë varfëria. Është më e rëndë varfëria thua ti. Po. E kuptova. Se tjetë për turpin, që që thonë asaj shprehje popullore. Nuk e di si. Edhe një gotë verë mrapa ha turpin në bukë, ke çapan. Që do vrasësh veten. E kuptova, mos u nxep, dakord, e kuptova. Jo. Unë këtë mendim kam, 30-40 vjetë për para, 20 apo 50 vjetë për para, do thoshin që turpja është më e rëndë. E kuptoj shumë qartë, vlla, ta arrit të kuptoj. Je shumë i qartë. Arsen, falenderoj shumë i dashur për telefonatën. Shëndet, qofsh mirë. Gjithashtu. Dhe një telefonat për mëngjesi. Mëngjesi Aldo. Kush jeni nga Fisti? Ulza, nuja nga Ulza. Duja nga Ulza, po nuja, urdhra. Të rrit zotën më Aldo me këtë temën më të bukra, e zotit të rritet pe kohë gjithmonë. Rovllaj, urdhra. Të shisa për temën. Urdhra. Turpi dhe varfëria janë po thjesht dyja bashkë, po janë të ndame. Po këtë e dim ne, sa theni. Turpi është për të jetën, nuk është si shtaj për afolsi. Po ç'kemi atë më bub, se nuk hahet buka me turp, asnjëherë. E kuptova. Ma njëri varfër, edhe i gotur po ta kërkësh. Në çdo njeri këtë kush është i varfër dhe ka kaluar varfërinë, se varfëria ka dhe shanse, ka dhe edhe të mira mund t'i vinë më vonë. Po mos të raft, po e kuptova. Po mos na raft, na ka raft. Unë për veti kum kaluar edhe varfërinë, po turpin jo. E kuptova. Turpin mos e ka loft njeri. Okej. Dhe çdo gjë që ndodhi thon, as ke turp, as vjezor. Po, e qartë. Është gjëja më e keqe në botë. Ma the. Mirë vllai, rrofsh. Vetëm të dashur miq, merrni pak qet, domethënë se nuk është në gjë që të thosh. Është thjesht një temë emisioni. Kaq, merrni qet, mos u nxepni. 069 40 41 003. Ora është 7:06 minuta. Nxitoni sa më shpejt. Një rrjedh me telefonatën e mëngjesi. Mëngjes. Kush jeni nga Vllaznia? Ardenia. Po vënë morën çik herë, urdhëro.
Unë menej që me bo gjallë gabim ator. Me bo djalë gabim? Kurse për pun të lege, mëse pas lek mi qep, me gjallë me pi kafe, me një, dile puno, e në dile pi kafe. Po, me bo një gjatë keshe, atëherë në vjetor. Mirë, Beni, rovsh vaj. Falenderit shumë. Kemi një mem. E mora dhe shpendimin të. Falenderoj shumë. Rovsh, Beno. Telefonata e mëgjesi. Me mëgjes. Kush jini nga Fisnive? Unë jam të kiu nga Vlocisti. O, të kisit kam, la. Mirje. Mirë. Aldo. E mo. Për saj për këtë temës, unë në them më mirë. Ti eshë njeri i ndeshëm se sa njeri me turp. Po një minutë, po flasim për varfrin dhe turpin, cila është më rënda për njeriu? Me rënda për njeriu është turpi. Është turpi, jo varfria. Po. E kuptova. Mirë të ki. Rozla, faleminderit shumë. Telefonata një mëgjesi. Mi mëgjes, telefonata. Alo? Mi mëgjesi. A mo të komunikoj? Po bra, mi mëgjes, me ty po flasë, ordra. Azemi nga Kuksi. O, Azem, si e, mirje. Mirë, shumë faleminderit, mirë mëngjes, su për këtë marrë dita. Gjithashtu, urdhëroj dashur. Edhe mendimi jem, ishte një temë e çuditshme, turpi dhe varfria. Jo turpi dhe varfria, turpi apo varfria mua më ka kap. Turpi deri sot jo, po turpin e kam dëgjue. Po. Dhe unë do ta lidhi në 3 aspekte. Po, në 3 aspekte. Të lutem shumë me falë, nështë s'kam qefta zes, të Maksim Gorki, të Gete Gjerman dhe të vetja ime. Shete Gorki, që kujtohet me Gorkin? Me Gorkin, Gorki thot njeriu gjatë gjithë jetës, bon një rrugë dhe kur arrit në diku edhe shikon që kalon për mrapa, turpis nuk fshihet në gomë. Varfria s'diskutot se fshihet e lidhit e tretë të një. Kurse Gete Gjerman, Gjermani Gete, po? Po Gete thot, para ke humbur, e di që ke humbur duhet me nështë tjera të fitesh. A kuptoj. Nderin ke humbur, mund të fitesh duhet shekuj, dhe e fusim të turpi. A kuptoj. Të vetja ime. Po? Dje kam qenë i varfën, më kam mungu diçka. Sot i e kam përvesh kratë për ma zëvënsu varfrin, po turpi nuk zëvënsot. Okej. Në rregull. Pra, më e rënda është varfria apo turpi? Turpi, pa diskutim. Falenderoj shumë për telefonatën vllai. Të uroj gjithë të mira. Shëndet e mbarsi. Mrekulli fare. Ja të kemi me Angelit. Fjallë kemo? Mirë mëngjesi Aldo, mëngjesi gjithë, edhe nga dita e sotme. A më çupo? Mirë Aldo, mirë edhe sot, jemi zgjuar këtu në shesh me shumë lëvizje sot. S'ka asnjë lëvizje, s'po shoh lëvizje fare. Po jemi këtu tek zemra ne, kemi vendosur kamerë. A ishe për vete ti? I shikoj nga ana tjetër. Në rregull, ashtu po. Goza lëvizje. Ndërkohë që Aldo patjetër jemi përgatitur do informacionet. Ku informacioni i parë ka të bëjë me një paciente Aldo, e cila ka përjetuar në fakt dhe ftuar një komplikacion serioz. Ka qenë i ri stomatologu në profesion dhe siç tregojnë Aldo i ka lënë infeksionin e dhëmballës brenda. Zebe. Po e vërtet Aldo vajzës. Dhe i ka pasur probleme më pas 3-4 ditës pasi të bërë ndërhyrjen me pjesën e syrit. Aldo ka pasur probleme. Infeksion në sy. Është dashur më pas se vajza të bëjë kontroll tjetër, ku i shtojnë që i është lënë infeksioni. Mjekët më pas edhe kirurgët kanë arritur t'i hapin ofrën vajzës. Po mirë, që kush lajmë, s'është një lajmë këtë? Është një lajmë informatik të... Që ka përditër? Nga këto komplikacionet. Po më lasë? Jo, është një fakt se vajza Aldo si shtrëgojnë i ka dëmtuar deri shtikimin, mund të ngele i vetë. Po e di po kështë ka përditë, morë, se ke i den? Nga këto probleme. Minimalisht, dentisti im minimalisht ka përditë shu. Minimalisht. Jo, e di unë që ka probleme dhe në palës. Po lajmë kjo më burë tani. Të ngelet e verbër, kjo është lajmë. Po nuk ngelet e verbër, o burit dhe o tani, okej, dakord. Për pak shu thonë, tani në estimi... Shu thonë, a thu se ndodhe dhe shu thonë. Okej, tjetër që ka? Shu thonë, ka pas probleme të nënda. Tjetër. Tani lajmë i dytë ka të bëj me një nuse Aldo, e sa po ardhur në familje, por
po, një nuse sa pa ardhur në familje Aldo, por që ka pasur, i donte shumë kafshët, por ka pasur alergji nga qeni Aldo. Nga qeni familjes. E di se kemi pas temë të. E këtoj. Qeni ka pasur shumë vite Aldo në familje dhe më pas pikërisht vajza duke dirë që ka pasur këto komplikacione dhe ka pasur pa mundur fare për tjetuar. I ka marrë disa doza ilatësh të cilat merren për ta mbajtur në kontroll, por sërish ka pasur probleme. Shumë dilemë të madhe në fakt të kanë hasur familjarët dhe kanë vendosur Aldo për ta lënë qenin në garazhin e shtëpisë, por me kështu me peng të madh sepse kanë mbajtur në shtëpi gjithë viteve. Okej. Tjetër? Pastaj ka të bëjë lajmi tret me një sherë Aldo mes dy vajzave. Në mes të rrugës ka ndodhur për shkak të një djali, duke ditur thuhet që vajzat kanë pasur marrëdhënie Aldo me të njëjtin djalë. Kanë pasur një sherë të madh me njëra tjetër ku janë kapur prej flokës Aldo dhe pikërisht djali ka qenë ai i cili ka ndarë. Kjo ka ndodhur një nga zonat shumë populluara në Tiranë Aldo dhe ka pasur pas një show të madh të bërë aty. Tjetër? Për vazhduar më pas me një blesëri familjare, e cila nuk ka shkuar siç ishte planifikuar. Djali Aldo jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kërkonte një vajzë shqiptare për të martuar dhe për të krijuar familja. Dhe domethënë i kishin gjetur hallat, i kishin gjetur një nuse shqiptare, vajzë shqiptare, por djali vjen për ta parë nusen Aldo dhe në momentin që ka shkuar nuk ka pëlqyer vajzën e madhe, motrën e madhe, por ka pasur një tërheqje për vajzën e vogël. Si që shregojnë ka pasur një flirt midis tyre dhe më pas ka ndodhur një konflikt midis motrave. Për sa i përket djalit amerikan. Ore, sa kanë shku qirat, ligjeti? Qirat Aldo, stratosfer. Stratosfer. Tani, për shembull, na thu për qenin e asaj që kisha alergji dhe s'ta thu për qirat? Pa më burë? Po e vërtet. Aldo stratosfer. Ka shku buka shoku? Po bukën aq e di për shembull që është në rregull. Është shumë në rregull. Me naftën si ke punën? Ande nga qyteti im është rritur buka, ka shpa 1.500 lekë. Me naftën si ke punën? Me kë? Naftën. Me naftën. Me këtë s'kam shumë informacion, do pjesë do ta them. Aldo, po me qerat njerë janë rritur shumë për shembull tek zona ku jetoj unë Aldo, se dhe një familjari im ka kërkuar shtëpi dhe shkojnë deri në 500 euro Aldo një plus një e vogël. 550 euro. Kështu që çmime shumë të larta në rregull. Pa përballueshme fare. Kto janë lajme pra? Mos ta thuj kështu. Kishe alergji nga qimet e qenit. Okej. Mirë shoku. Shko shtriu pak. Okej. 069 40 41 003 ora është 7:22 minuta. Ora e mëngjesi. Mirë mëngjes. Lola nga Tirana. Lola urdhëro dashur. Tani Aldo. Ajo fjala ore keq janë të dyja. Po fjala turp vret shumë Aldo. Është më e rëndë? Po. Oj gjike. Gjaçi duan kike. Ma si se ky brez, nuk e kam problem, ha? Vetëm fukarenj mos jenë. E qartë. Kurse në kohën tonë, ja bëshin faqe bardh jemi, le të jemi fukarenj. Po, e qartë. Kështu që për mua faqe bardh por krenar, e qartë, e kuptoj. Po. Në rregull. Turpi të vret për gjithë jetën. Fukara rregullohet. Ska gjë. Do i marr forcat. E qartë. Mirë, Gjan, falenderoj shumë për telefonatën. Telefonata në mëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Dëgjosh pak keq vëlla, edhe një herë? Gamuri na patos. Muri po je duke folur me viva voce? Po, afrohen çik po burse më dëgjosh. Po, tani jemi rregull. Tani po. Muri. Po, këto pikante i këtë gjitha këto tema të mëngjesit. Po, atë punë kemi se mos kemi ne punë tjetër. Ore, më mirë, fukara e gjithë jetën se sa turpi. Turpi nuk hiqet mere, Aldo, por nuk ka. Fukara mund tjetë për momentin njeriu, varet si gjendet, varet me cilesh, varet na kalaballeku, na fëmija, na smundja, ka shumë gjëra, ndërsa turpi nuk hiqet gjithë jetën e burë. E kuptoj. Do të thënë ti thua që më mirë i varfër? Më mirë fukara? Se sa turp që je fukara. Apo ja. Po s'ka turp, nuk ka turp vllak se je fukara. E qartë, e kuptoj. Në rregull. Turpi është arsye tjetër, nuk është kjo. Okej. E respektoj shumë. Gjithashtu. 069 40 41
003. Pikërisht në Klan dhe njëkohësisht radio kombëtare dashmiq Radio Klan në frekuencën 92.9 sigurisht në FAMA. Vijojmë. Mirë mrekulli. I bjet kemi të dashmiq shumë pak momente publicitet për të rikthyer me vrap këtu në studio, nuk vonohemi. Okej, mirë, 069-20-41-003, ora është pa 24, 8 pa 24 minuta. Nxitoni miq, sepse bëhet dyndje e madhe bavon, çohet gjithë nga gjumi, mos harroni. Mirë, vijojmë me telefonatën në mëngjesi. Mëngjesi Aldo. Kush je nga Fisni? Joni nga Italia. Buongiorno Joni, si jeti mirë? Si, respekt se jese Republik me këtë vision. Okej, mendova që isha Rinja Demokratike. Që kam zëri popullit, okej. Jeme shumë. E qartë. Atje, për temen. Tash mendimet janë të ndryshme, por unë mendoj që Turpi avash po fshihet në shumicën e aspekteve. Varfëria është një gjë që është më e rënda. Është shumë më e rëndë për mendimin tim. Pavarësisht se unë vlerësoj shumë on morale, por varfëria ndikon në mënyrë ekstreme. Pra nuk është turpi, është varfëria. Turpi po fshihet, se turpi shumë herë turpin e lidhen me krimet, me gjërat. Unë mendoj që varfëria është ajo që ndikon. Po zëmi shembull. Po të kesh fëmijët në shkollë që dikush i ka më mirë, dikush i ka më keq. Si do ishte kjo gjë? Nga varfëria thotë. Nga varfëria. Pra ti thua dhe varfëria. Varfëria ka është një ndikim drejt tek individi nga ana social-ekonomike. Qartë. Mi dashur, të falenderoj shumë për telefonatën. Rofshin amore. Telefonata e mëngjesi. Alo mëngjes. Kush jeni nga Fisni? Leda nga Shqaku. Po Leda. Aldo, për mendimin tim, kur tha dhe djali, çdo një ka mendimet e vet, unë them më rëndë varfëria atë. Sepse nga varfëria vjen çdo gjë, Aldo. E parën të zë gjumi natës i herë. E dyta, nga varfëria tepër ka kalu në ekstrem shumë që ka shku ke morali. Jeta o bërë shumë e vështirë. Mimi, dakord, ti thua më shumë varfëria se turpi. Po, hiku pak shumë ka turpit më Aldo. Çdo një të pa jetë në vetë, se çam ishte kur ishte turpi, ishte. Jo se s'është, jo se nuk është. Hiku ka Aldo, bë jeta gjithsesi të struktura menja ku ç'a bë në çdo një ishte drejtimin e vet. E kuptova. Hiku ka, nuk them që jam me morali kur, po. Ashtu të vinë të argjojnat. Nga jetesa shumë e vështirë ka arrit në gjëra të ekstreme. Qartë, po thua ti një gjë, qartë. Mirë, Xhan, falenderoj shumë për telefonatën. Aldo, mëngjesi, po. Aldo, të përshëndes, shëndet edhe jetë. Po falenderoj, kush jeni ju? Unë jam dituria nga Lushnja. Po dituri, po dëgjoj. Atere, kush e thot që turpi hahet me bukë shet dhe familjen? Po kush e thatë? The ti apo the njeri? Kush e tha këtë? E dëgjova një burr që hapi fillim aty është turp. Turpi është turp, e varfëria është varfëri. Unë më mirë të jem i varfër. Se sa me turp? Sa me turp. E kuptova. Faleminderit, të uroj shëndet. Si gjë motra. Çfarë thushi? Në rregull, rrofsh qofsh. Pra, jemi tek turpi, vijojmë me turpin. Turpi është më i rëndë se sa varfëria. Okej. 069-20-21-003. Ne këtu jemi. Jemi në Vlorë, me figurën e Vlorë. Djalo hëmo? Mirë mëngjesi atë nga Vlora, me i konë të bukur sot në Vlorë. Ja. Dhe të drejtë një shala në mbate ca ditë shkru se mirë të ishte. Po shdo bësh? Ja të mbajti, shdo bësh? Po qa të bësh? Ja, të patëm kur është koha e mirë, kështu të patëm për një lëvizje në këmë. Mos e gjelet e kohët. Thua që përtojë, burë, gjelet e koha. Po, mirë, tani, si do i... Gjenë se be propi. E qartë. Po, gjenë se be. Qa për të një? Shtyre me kemi dhe ato problematika tona, si ti drejtën. Një zotri Aldo është pak i shqetësuar, jo pak si shumë dhe ta themi i shqetësuar, po për arsye se kohët e fundit bashkëshortja e tij do të hapi një nga ato rrjete sociale dhe her pas here shikon këto videot që janë ato çifte që si e shprehnë dashurinë do të ndërmjet njëri tjetrit, ka forma të ndryshme, mënyra të ndryshme, ndërsa lexonte pak këto e ke parasysh janë ca thënie që nëse 5 shenja që ai të tradhton apo tjetër. Po, dhe zonja domethënë i ka lexuar to 5 shenja dhe 3 nga ato janë përputhur me ato të bashkëshortit, domethënë. Po, shi.
Po, dhe pjesa kryesore me bukur është se zakonisht një person kur flëp në një krah, domethënë për arsye se është fiksuar. Është mësuar, po. Po edhe ajo thënia thoshte që nëse partneri jot të kthen turistin, atëherë dihet se tradhton. Kaj duaj, domethënë, kaj duaj për nis debatin ndërmjet çiftit, domethënë, jo ti më thon mua, ti më tradhton, kush është ajo, zotria i shet imagjino, domethënë pa ditur gjë se ka ide fare, por që i ka thënë që thjesht mbylli ato rrjete sociale se do na ndajnë, do na marrin qafë. Kështu si e ke nisur ti, procedurat janë afër janë afër si to. Po përveç sa kemi pas dhe një debat tjetër po te kjo ndërmjet të çifti për arsye se para disa viteve vajza domethënë bashortja e zotrisë ka shitur disa nga bizneset normale se disa nga ato që kanë i ati të me lekët e atyre që kanë tekin janë gjatë shitjeve kanë rregulluar shtëpinë, kanë rregulluar shtëpinë e bashortit të prindërve të bashortit. Aty ka nisur ajo se zakonisht mund vinë shqiptarët me njëri tjetrin përveç gëzimit hapin nga ato çështjen e pronave. Dhe ideja ka qenë këtu që nuk ta lë shtëpinë ty, do t'ja lë djalit tjetër. Aq duhet për të nisur debati, domethënë sa vajza ka kërkuar dhe lekët, duke i thënë që shko se këto shtëpinë i kanë kërkuar unë, bashkë me bashortin, pavarësisht se djali juaj, por që lekët kanë qenë të mia. Kështu që në një mënyrë një tjetër mi gjeni dhe mi jepni. Aty ka nisur debati, jo kush do ta aty ta rregullojë etj derisa e kanë lënë darkën si thon ashtu siç ishin vetur dhe janë larguar të mësitur. E kuptova. Tjetër kemi më? Kështu. Kemi dhe një lajm tjetër atë ku një djalë ka dashur të thyej disa lekë ditën e djeshme në kombime valutore, por që do që sa kanë mbaruar punën ja kanë dhënë ato lekë, por disa prej tyre kanë qenë faco, djali ose e kishte shumë idenë tyre, kështu që përveç se nuk ka marrë ai sa i ka kërkuar, nuk ka qenë dhe faco, por është paraqitur dhe një 8 orë brenda në polici derisa ka dhënë sqarime. Nuk e çati bësh domosdoshmë. Kur hyn e mira tha i hapi derën. Lere. Mirë më Flori, sukses e një dhe mos e lçoni vete, mirë? Shumë. Hajde Xhan. Telefonata e mëngjesi. Mëngjesi. Mirë mëngjes, kush jeni nga Prishtinë? Dë Lomkaniçi, Shijak. Lomon si ke qenë? Aldo. Urime për emisionin. Vllai, si ke qenë ti? Mirë ka dër zoti. Me shnet? Mirë fare. Dhe kjo është kryesore e plak, tjera shkojnë e vinë. Po. Sa për temën? Po bërëm. Folja 2 fjalë për temën. Në ju në veni gjithë të kongë bukra. është i kongë shumë burë, ma mirë me ty fukara, sa pa ty pasër, po më? Po pa dhe mundësi. Po me në regjim, e regullim. Ajt, ju shkoj marë. Ajt, shnet. Tamam, kjo është konga që duhet. Ja të ebëm në qikë zotërisë. 069-22-003 me telefonat të një mëgjesi. Mëgjes, Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Moza nga Kamza, ja. Moza urdhër në dashur. Atëre të flasëm për tema. Të flasës që me të punë. Unë them se është varfëria, Aldo. Varfëria? Për te çdo gjë është varfëria. Është më e rënda se turpi. Më e rënda është, Aldo. Po që kalon kurriz, Aldo e di. E qartë. Se për turp mos po pyesin më sot në këtë ditë, Aldo. A thu? Po. Me qartë. Varfëria është ekstreme, Aldo. E qartë, është më e rëndë. Më e rëndë është. Moza, që mendoj. Prendëroj shumë telefonatën Rosh. Telefonata një mëgjesi. Mirëmëngjes, Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Dorata jam. A me Dori? Si jeni? Mirë? Si jeti? Mirë, faleminderit. Kur do dashur? Ma Aldo, gjithçka është e vështirë dhe bujtja është e vështirë. Po, aman turpi është jashtëzakonisht. Unë nuk është që e kam gjetë, jo, nuk është që s'kam kalu varfëri. Të skajshme bile e kam kalu, jam shumë e vjetër, dhe e di, kemi vujtë që ne e di. Po, të varfër deri në dhimbje kemi qenë, po, me turpin jo, për zotin, nuk e pa mundur. Nëse ka ndryshu dhe koncepti i varfërisë, dhe thënë? Po sigurisht që ka ndryshu, mund të them edhe për kohën tonë. Po, mos haro, ka ndryshu dhe koncepti i turpit. Jo, ai nuk ndryshon kur, ai nuk ndryshon. Ka qenë ndryshet e ju, të brezi ju, ndryshet tani, turpi. Tani, nuk është turp, kërkosh lek borç.
Jo, po ka, turpet janë në lloje të ndryshme. Pra ne po them, që ka lëviz. Se një njeri që ka sedër, Aldo, edhe për i fjalë të thënë pa dashje. Një sekundë, sedra është tjetër gjë. Pra, sedra është tjetër gjë. Jo, do me thënë, ajo lidhet me turpi. Se ajo të shtyn që të kesh turp. Një fjalë thënë e di që është tjetër gjë. Po një fjalë thënë pa dashje, të mbulon turpi, ke frikë ta shohësh atë njeriu, ja ke thënë pa dashje. Edhe jo, turpi, jo, nuk lahet me asgjë. Po vujtja kështu, të të mërshme, jo sot. Se sot vuan ai që do. Sot më shumë vuan Dembeli, jo. Pavarësisht njerëzve që kanë probleme shëndetësore, edhe jo. Sot nuk ka. Ndërkohë që dëgjova një sekondë. Në shoqërinë shqiptare, po, ka njerëz që han turpi me bukë. Apo jo? Po jo, nuk. Ka, edhe ka. Por kur ti analizon këtë, kur ti e hap si debat, ata merren me bukën, s'merren me turpin. Pra merren me cilësinë e bukës. Jo. Me turpin, po kupton? Jo, Aldo. Dëgjova diçka në rap, nuk hyna fare në bisedë. Tha, e agjeron, tha, komshiu filani, ku diun. Tha, çfarë s'ka bën, tha, e agjeron, tha, se kujton se do laj mëkatet. Po, jeni më shpreh. Ka ta turp. Do me thanë, nuk ka turp, do me thanë, edhe si e thot. Mirë, po pa ta turp ti thoje, po mëkatet ati si lano qërani, jo një muja gjërim. Një sekond. Turpi është relativ. Do me thënë, njeriu është mëkatar çdo sekond. Po. Edhe pikërisht janë kreshme apo argjërimi, s'ka rëndësi, si një lloj sakrifice që të gjithë lutën që Zoti t'i pranojë. Pra, është një lloj pedese, është një lloj rrëfimi. Më kupton? Po nëse je deri në fyt me turpe, a thu që të falë Zoti, Aldo? Atë di Zoti me zemër mos. Po jo. Mos marrin përsipër në rolën e Zotit, se ne. Po jo, Aldo, se lano që ani jo një muaj. Po ç'është? E mora kohë. Po ç'është një oqean për Zotin? Asgjë, një pikë ujë është. Për Zotin flas gjithmonë. E di. Kështu që e marrin pak qet, duke mos dashur të zëm vendin Zotit që ti adhuroj. Absolutisht. Duke gjykuar në këtë mënyrë tipo Jo. Po kur the që atë punë di Zoti, do të thënë unë ka të thas si shprehje që atë fal vërtet. Po, ma merr mendja. Po jo, Aldo, turpi. Do të fal, po duhet lutesh zemër. Pavarësisht se, do të thënë, e marrin pak qet, s'ka ndonjë. E kemi mirë më mirë që ti ka bërë kuptimin e vet. Se ti ka vetë. Ashtu është. Me qetësi, duke e përdorur gjithmonë pasqyrën jo për të kryer flokët, po si një formë reflektimi me veten. Me veten. Atë e bëj. E para ruajmë shëndetin tonë mendor që është shumë i rëndësishëm. Po. E dyta, do me thënë, na ndihmon të njohim edhe më shumë veten, se ne kujtojmë nga që merrem me tjerët, s'na del koha merrem me veten. Ne kujtojmë e njoh mirë, bëj monolog me veten. Se kam me ty në zemër, jo. Kam. Dhe ndoshta këtu fillon problemi, që s'duhet të bëj monolog, duhet të bëj dialog. Dialog zemër, dialog. E bëj me veten. Po dialogu po. Për të thënë, a jenë rregull me gru? A jenë rregull me zonjë? Çfarë bën? Mi gru. Nëse sa bëm mohabet e tjera. Të falenderoj shumë për telefonatën. Faleminderit ti. Të mira. Shëndet e mbarësi. Mirë shumë. Ora eksakte është 8:02. I bie të kemi shumë pak momente tash me publicitet, por të rikthyer me vrap në studio, nuk fonohemi. Okej, mirë, rikthehemi përsëri në studio dashumiq me hallet e përditshme. Do të ndalojmë për një moment tek lufta. Domethënë, jo tamam tek lufta, po tek pasojat e saj. Konfliktet dhe tensionet gjeopolitike në botë nuk kanë vetëm pasoja politike, këtë e dimë, ose ushtarake, por ndikojnë drejt për drejt dhe në ekonominë e përditshme të qytetarëve. Domethënë, rritja e çmimeve të energjisë, të karburanteve dhe produkteve bazë është shpesh efekti i parë që ndjejnë familjet. Në shumë vende, për shembull në Evropë, autoritetet kanë këshilluar qytetarët janë përgatitur edhe financiarisht për situata emergjente, duke mbajtur ca lek, një shumë parash të caktuara kesh në shtëpi për raste krize, ose ndërprerjes të shërbimeve bankare.
Pyetja është tani, domethënë, secili shef xhepin e vet dhe sa ndikon lufta tek familja, domethënë tek shpenzimet familjare. Shohim lajmet, komentojmë nëpër programe televizive apo nëpër këto podcaste që quhen që është e njëjta gjë domethënë. Komentojmë, japim ide, e ka mirë Trumpi, se ka mirë ky, etj, bëjmë dhe këngë, dalin dhe Barsaleta, Hermasere, Batuta, dalin foto, dalin meme, qa dushti, dhe askush nuk pyet, ore, sa lek kushton kjo lufta që është mira kilometra larg. Kemi Ergis Sefën, ekspert ekonomie, që do të flasim pikërisht për të. Ergis, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ai bëra çik kështu si me këtu dramatiko emocionale këtë, po që si për luftë. Si për luftë. Ideja është, ore, lufta që është 2000 kujtun sa kilometra, sa i bie domethënë, larg. Sa ndikon tek lekët e mia? Absolutisht ndikon qëndësishëm. Nafta në morën vesh. Jo, është akoma nafta është timi me fat sikur të ndikoj vetëm ke nafta, por fatkeqësisht nuk do ndikoj vetëm tek nafta, sepse nafta nuk është thjesht naftë, janë të gjithë nën produktet e saj. Ajo prek që nga plastika deri tek celulari që ne përdorim, po është në produktin naftës edhe ajo, kozmetika për vajza, ushqimet. Mos harrojmë që 1/3 deri në 50% e fertilizatorëve në botë, për atyre që përdoren për të mbjella, plerave kimike pra, si quhen ndryshe, janë në produktin naftës. Dhe nëse shtrenjtohet nafta, shtrenjtohen dhe ato, pra është më e shtrenjtë kostohet mbjellave, që do të thotë edhe produktet që dalin nga mbjellat, produktet ushqimore do të jenë më shtrenjtë. Po më fal, por ne as prodhojmë gjë, as mbjellim gjë, as bëjmë gjë. Kjo është edhe më keq kur je i varur nga importi. Jo, çfarë humbasim? Jo, ti humbet më keq, sepse nafta mbi të gjitha do të godas, ose lufta në përgjithësi, do të godasin vendet që janë të mëdha, partnerët tonë kryesorë, që është Italia, Franca, Gjermania. Këto janë partnerët tonë tregtar kryesorë, dhe ne mos harrojmë një faktor, ne më shumë se gjysmën edhe të ushqimeve e importojmë. Dhe normalisht, nëse shtrenjtohet kosto atje dhe italianët do të rrisin për shembull koston e produkteve që shesin për eksport, kur ti ta importosh, Malezi, Maqedonia, mos italian. Po, edhe këto, shikoj, ne habitesh, po një pjesë mirë të ushqimeve ne i marrim nga Italia si partner tregtar. Okej, dakor. Por edhe nga, padyshim që edhe nga vendet e tjera rajonit, Serbia vazhdon të jetë një furnitor i madh tek ne, Rumania, Bullgaria e kështu me radhë. Të gjitha këto janë vende që edhe sikur ti të mos të arrisësh koston tënde brenda, duke qenë se do importosh më shtrenjtë, në një farë mënyrë do importosh edhe rritjen e çmimeve për tyre, pra do ndikoj padyshim në xhepin ton. Jo tani, sepse është akoma herë, të mos bëjmë panik, është. Po si herë, do të rrit çmimin naftës më burr. Këtu hym ka pjesa që ne shqiptarët e kemi qef, që quhet ndryshe spekullim, se edhe fjalën e kemi shumë bukur. Po jo, mos ai burri që merret me naftë ka argumenton, thotë është rrit kjo, etj. Këto rezerva kështu që erdhi furnizimi kështu që kështu. Nuk e vjen diskutimu që janë rritur ato, por mos harrojmë që ajo nafta që po shitet, karburanti që po tregtohet sot në treg, është ai që është bler para disa javësh. Normalisht është bler para disa javësh dhe magazinuar me çmimin e para disa javëve. Po. Dhe ai çmimi ishte akoma para luftës, le të themi, lufta vetëm një ditë ka. Po ai thotë ndoroj biznesin tim, thotë ai, do marr masa. Do dal me humbjen ne? Jo, absolutisht me humbje, por dakord me atë burrin, po tash ti themi atij burrit që nga ana tjetër, kjo nuk do thotë që ti të spekulosh përpara se të vi ngarkesa e re. Kur ta blesh ngarkesën e re të mallit me çmimin e ri ndërkombëtar që është i rritur, patjetër që ke justifikimin ligjor, po edhe justifikimin moral për ta ngritur çmimin. Po për sa kohë që ti e ke akoma rezerva, do të mos harrojmë. Ai burri dhe gjithë të burrat e tjerë që merren me naftën kanë një detyrim ligjor për të pasur rezerva strategjike minimum 15 deri në 45 ditë. Po, por derisa një detaj vogël ligjin përmenda, nuk thash por derisa të rrugën njerëzve as ti as unë as ai as ajo. Unë madhe po ta han. Absolutisht. Po jemi në fazën, ta themi trosh, tani jemi në fazën e spekullimit me rritjen e çmimit. Goditja vërtet do të vijë 1 muaj, ndoshta 2 muaj më vonë, dhe pra bëhemi gati nga majne, këtë po thua. Varet sa do zgjasë lufta dhe mbi të gjitha varet se sa shkatërrim do të ketë, sepse nëse janë shkatruar një pjesë e madhe e depove të naftës apo fushave të prodhimit, dëmtuar fushat e prodhimit në zonën e Gjirit përsik në të gjithë vendet e Gjirit, atëherë do kemi efekte më afatgjata, edhe sikur sot ndaloj lufta. E qartë, nëse çmimi i naftës rritet për shkak të tensioneve që ne po themi në lidhjen e mesme, cilat sektorë të ekonomisë shqiptare e ndjen më shumë si goditje? Bujësia e para. Po ku kemi bujësi? Atë që kemi, edhe atë që kemi do në farë mënyrë do ja ngulim thikën deri në Kosk. Kjo si puna asaj, do të thonë që unë dola mirë me firmat piramidale, pse?
Të sfuta se s'kisha. Më kupton? Par mënyre. Në një farë mënyrë kjo është. Po bujësia sepse do të rriten kostot e inputeve në të mbjella, ato që përmendëm var plerat kimike, fertilizatorë, do të rritet kostot e tyre. Importi i çdo gjë, mos harrojmë ne fatkeqësisht ne prodhojmë shumë pak ose pothuajse as pak në sektor të ndryshëm dhe importojmë çdo gjë. Duke qenë se importojmë çdo produkt që ne importojmë, ushqimet, kozmetika, mallra ato që konsiderohen mallra luksit, cigaria, alkooli apo të tjera. Ta bëjmë pak më konkretisht. Nëse një familje me 4 vet, burr, grup, 2 fëmijë, të ardhurat mujore janë 2,5 milionë lekë. Ta zemë, gjithë. Po inshallah qofshin nice. Jo, ta zemë. Janë 2,5 milionë lekë, janë të dy në punë. Si përfundim të ardhurat janë kaq. Në këto 2,5 milionë këta shpenzojnë zakonisht 2 milionë dhe 500 le të themi heroin. Kursejnë ose i mbajnë për ditë zezë për i thonë. Tani në 2 milionë lekë që harxojnë rregullisht para lufta. Tani sa i bie të harxojnë? Ta bëjmë tamam. Ta bëjmë lekë tamam. Po, absolutisht 15 deri 20% më shumë që do thotë 2.15, 2.2. Pra, nëse kursejnin 500.000, tani do kursejnë 300-350 maksimumi. Nëse marrin mirëqen që ato mbajnë po të njëjtat produkte dhe shërbime. Dhe nëse vazhdon si kjo situatë edhe më afatgjat, kam përshtypjen nuk e di se sa do mund kursejnë pastaj me atë pak. E kuptoj, po ku domethënë ku do e hamne? Ku e han një familje, ku të produkte ushqimore? Absolutisht ushqimet para, ato që konsiderohen mallra luksit, argëtimi, do shtrëntohet vajta në restoran, do shtrëntohet huteleria. Cigaret nuk shumë luksi. Po shikon ne. Por derisa ne në ekonomi kështu e kemi klasifikimin, quhet mall luksi ai. Po një sekondë, gabim, sepse por derisa ajo të krijon varësi ty. Cigaria, kafja, ti ke varësi nga ajo. Nuk është luks, da ke nevojë. Po dakord, pa importohet e gjitha dhe duke qenë se do rritet kosto e transportit në minimum nga importi, mos thanë edhe kosto e çmimit bazë të rritjes së cigares, do ta paguash. Luksi është buka. Me që jemi ke buka, duke qenë se ne importojmë një pjesë mirë të miellit. Mbas nëse kjo situatë vazhdon mbi 3 javë, paktën siç thon studimet dhe po citoj Oxford Economics në këtë pikë që çmimi i miellit do të rritet, po gjithmonë 2 apo 3 muaj në vazhdim, pra maj, qershor i bie që ne ta ndjejmë. Do lufta sot, ne ndjejmë maj qershor. Absolutisht, luftë. Ato do thonë që efektet nga lufta e ke ditën e nesërme, i bie që ti je vend i cili je në luftë, pra nëse je ti vetë në bombardime. Ndërkohë që nëse flasim për efekte ekonomike që zgjasin fatkeqësisht, nuk është se i ndjen vetëm maj dhe mbaruan me aq. Atëherë ato duan të paktën 2 muaj që të fillojnë të ndihen realisht. Për një vend si Shqipëria ka një të mirë dhe një të keqe të madhe. Ka të keqen që sado efekti i vogël të jetë prapë ty do ta vështirësoj shumë, sepse ne mos harrojmë nga ajo familja që ju përmendët. Ato të paktën 40% i harxojnë për ushqime dhe mallra bazë. 40% që është e të ardhurave, që është më e lartë në rajon, nuk po e lëm Evropën që ka 13 deri në 15%. Ndërkohë, pjesa tjetër që është e rëndësishme që ne harrojmë është që ham shumë në umbur. E vërtetë është, e vërtetë. Ta projmë çik sidomos me mishin, peshkun, ne e kemi kështu për ditë. Po bravo. Të gjithë si popull. Gjëja tjetër që ne mund na dëmtoj është zvoglimi i të ardhurave dhe punësimi, sepse ne e kemi bazuar një pjesë mirë të ekonomisë tonë tek turizmi. Po. Po ti keni vënë dhe këto ditë edhe linjat ajrore, edhe ato që janë low cost, kanë filluar të diskutojnë për fjalën që ndoshta nuk për ca kohë nuk do ketë më çmime bileta shaqtë lira. Po normalisht karburanti, edhe avion me karburant përdoren, në produktin naftës është dhe karburanti i aviacionit, nuk është. Dhe po mirë për ne. Po ne mos harrojmë që gjithë imazhi jon i turizmit në Shqipëri është që është një vend i bukur ku ti kënaqesh duke harxuar pak para. Po tani do rritet një pjesë e biletës për ato turistën e huaj, do rritet një pjesë e kostos ushqimeve që ato kanë këtu, edhe ai do ta mendoj 2 herë, ai italiani, gjermani, kushdo që të vitet do e mendoj 2 herë, ai a vlen më kostos në Shqipëri apo jo, dhe mund të kemi një efekt edhe në turizëm. Pra, po patëm një efekt në turizëm, mos harrojmë që ne kemi rreth 280-290.000 të punësuar në pikë të sezonit në pika turistike, dhe këto janë ato formale, të formalizuar. Qartë, tani domethënë ideja është që kjo nuk është kriza e parë që ne na ndodh, paktën brezit ton. Është e treta e katërt në ZV. Çi do të thotë? Duhet në një farë mënyrë të jetë individi i përgatitur, familja e përgatitur apo shteti marrë masa
Zakonisht kur zgjem përgjigje themi po shteti. Jo, absolutisht të dyja palët. Absolutisht shteti ka përgjegjësinë e vet, por edhe çdo familje duhet të ketë përgjegjësinë e vet në buxhetim dhe në planifikim për situata emergjente. E para gjë që duhet të themi është që kjo situatë nuk varet nga ne, as fillimi, as mbarimi. Domethënë pesha jon, megjithëse ne mbajmë veten për një Ku ankohemi, kjo është ide. As kujt nuk mund të ankohesh. Nuk besoj se Trumpi do na dëgjojë dhe po ju ankuam. Me vendin e nxjerrë, ne e para duhet fillojmë përgatisim që pak nga pak jo vetëm të kemi një buxhet me një anë, të fillojmë kursejmë, por edhe të fillojmë të shikojmë kush janë ato sado pak qofshin shpenzime që cilat ne të tepërta, pra nuk po flas gjithmonë për gjëra të bazë, të cilat ne mund të evitojmë pak në kohë apo mund të shtyjmë pak kohë për të parë se si shkon situata. Kjo është për sa i përket familjeve dhe individëve. Nëse flasim për qeverinë, patjetër qeveria ka një sër masash që mund të marrë dhe duhet të marrë tani pikërisht sepse kemi këtë kohën e cila na lejon të përgatitemi që ta zbusim sa më shumë valën e goditjes. Dhe kjo është e mira e vendeve si Shqipëria, që ne jemi varka të vogla, dhe varkat e vogla në një det kanë mundësi të manovrojnë shumë më shpejt se një anije e madhe, që dojnë çik të marrë kthes në vet. Do thënë, ne presim tani rritje të çmimeve jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkan. Do pyesim edhe në Evropë. Sepse mimi dakord në Evropë, po them për Ballkanin, do pyes sepse shumë njerëz, nuk po them Shkodra dhe Korça, po them shumë njerëz nisen nga Tirana dhe bëjnë pazar on Malzi, on Janin, on në këto afër, qytet afër të Greqisë. Po. Sepse për fat të keq na bie më lirë. Është vërtet. Po, edhe kjo do shtrëntohet pak sepse dha atje do shtrëntohen çmimet. Jo, prapse nuk do të jetë njësoj si këtu, ta vëmë diskutim sepse edhe këtu do fillojmë pak nga pak të rritën, por edhe atje do vazhdojnë të shtrëntohen. Shiko, themi dhe një politikë interesante që ne kemi, përveç se për shembull Greqia, e cila ka prodhim vende zbujsor goxha të madhe. Malizi. Unë kam e provë. Po patjetër, po shiko, atë po më tentoj të them që ne kemi disa politika shumë interesante si shtet. Ne tentojmë ta marrim taksën ndaj qytetarit në mënyrën më të thjeshtë. A e diti për shembull që pothuajse gjysma e çmimit të naftës që ne paguajmë sot, nuk ka rëndësi sa është, por rreth 45 deri në 48% janë taksa. Po di. Pra, pothuajse gjysma e asaj që ti paguan janë taksa, që do të thotë, pse është kjo? Sepse shteti ka zgjedhur mënyrën më të thjeshtë për ta mbledhur taksën. Ti do shkosh do mbushësh karburanti, ajse po ja vej taksën aty se do ta paguaj. Se unë kur shkoj të marr mielin apo makaronat në supermarket, kanë dhe taksa 40%. Absolutisht po, minimumi është TVSH-ja, po. Po si po? Po pra pikërisht kjo është ajo hapësira. Shto dhe qirana e pronarit? Po e cila gjithashtu ka një taksë në vete, 15%, po pikërisht pra kjo është ajo hapësira që qeveritë kanë për të manovruar. Kjo shpjegon që çmimet në Rom janë më të lira se këtu? Edhe kjo shpjegon, është një ndër faktorët që shpjegon, po pastaj kanë bëjë dhe me ekonominë e shkallës. Ekonomia e shkallës është duke qenë se atë janë vend më i madh, kanë kërkesë më të lartë, kanë fuqi vlerëse më të lartë. Normalisht kur i marrin mallrat me shumicë, i marrin me çmim më të ulët, ndërkohë që importuesit ton edhe kur i marrin mallrat me shumicë në Itali, qoftë në Itali për shkak që e përmendet, prap nuk e marrin me të njëjtin çmim se që merr një importues i një vendi tjetër i cili ka një fuqi vlerëse më të madhe. Domethënë është një paradoks i vendeve të vogla. Jo, këtë e di sepse ka të bëjë marketi. Domethënë çmimet për Antalya ne kemi më shtrenjtë se sa po të marrësh nga Italia. Absolutisht, sepse ti je më pak veta, më pak fuqi vlerëse. Ose nga Rusia që shkojnë miliona. Po, në vitin e fundit ishin 8.2 milion nga Rusia për shembull, që ishin vetëm në Antalya, kështu që padyshim që kjo ndikon, por është dhe kjo pjesa tjetër. Po ja për shembull, nëse edhe për ushqimet, nëse për me që jemi në periudhë krize, qeveria vendos që ta përgjysmojë TVSH-n, pra nga 20% ta lë 10%, i bie 10% ulje direkte, vetëm me kësaj, sikur si një masë emergjente e përkohshme për shembull. Për karburantin gjithashtu. Nëse ul akcizën apo ul TVSH-n, pra nga i 45% dhe zbret në 35 apo në 30%, ja ku tu zbrit me 10-15% gjithashtu çmimi. Pra mundësira ka domethënë. Mundësira ka. Shiko, është një balancë olse në fundit, paratë që mbledh buxheti i shtetit, këto janë, se pastaj ne duam që të kemi edhe investime, edhe rritje rrogash, pensionesh etj. Por ama në rast të krizës shikohen këto mundësi që ti e ul përkohësisht derisa stabilizohet. Tregun e pastaj e rrit. Se ma kujtoj, po ata të shkretë pensionistët më bursë. Se mirë, okay, po ne po hajemi për 2 milion të hyrën e gjys tani për familjen. Po ai
që është vetëm ose ajo, apo një çift pensionistët që janë vetëm, janë pension. Ilaçet po flisim çfarë? Korrentin po flisim çfarë? Po. Si ja bëjnë ata? Ore, si do t'ja bëjmë për disa muaj është pyetja. Se praktikisht kjo lufta nëse vazhdon kështu, mbas 2 muajsh këtë rritjen që u bë edhe të pensioneve apo të ndihmës ekonomike do ta zërroj. Në vlerë reale, pra në fuqinë blerëse që ti mund blesh në treg, kjo lufta do ta zërroj. Dhe po të shikosh që dje më falni, Instati kanë nxjerrë një lajmërim shumë interesant ku pritet që inflacioni i marsit të jetë më i lartë për shkak të faktorëve egzogjen, faktorëve të jashtëm. Çfarë do të thotë inflacioni i marsit? Do të thotë se do fillojë një rritje e çmimeve. Në një farë mënyrë edhe ato e parashikojnë këtë gjë dhe me drejt, sepse efektet do fillojnë të ndihen. Imagjino në mbas mesit prillit, fund prillit dhe në maj që do fillojë të dihet plotësisht. Dhe këto shtresa, këto grupet vulnerabël fatkeqësisht janë të parët që goditen si në çdo krizë. Dhe unë nuk e di se sa hapësirë kemi ne në buxhetin e shtetit për t'i ndihmuar edhe më shumë këto. E kuptoj. Ndërkohë, meqense jeni ekspert ekonomie, çfarë këshillash do jepni familjeve dhe bizneseve të vogla, po themi shqiptare, për të përgatitur për një periudhë të mundshme rritje çmimeve, që do ndodhi ajo? Absolutisht. Dhe kanë frikë se nuk ka kthim mbrapsht, që edhe kur marrë kriza prapa që do jetë. Ky është problemi më i madh, që duke qenë se njerëzit më thonë dhe tregtarët mësohen, thonë me çmimin e ri, thonë pse ta ulim më, se u mësuan njerëzit tash me këtë. Dhe nuk është se ka dhe presion nga njerëzit për ta ulur. Tani, për familjet, çfarë mund të bëjnë familjet? E para, të buxhetojnë mirë shpenzimet për cilat i bëjnë. Nëse kanë një shpenzim, thonjza të tepërt apo që shpenzim luksi, të cilin kanë menduar ta bëjnë, a mama çfarë është luksi, kurse s'po gjej luksi si vend. Po tani, luksi e quaj parfumin unë. Po jo cigaren nuk është luks. Cigare është hall. Po tani, çika. Dakor, ndoshta është mënyra më e mirë ose koha më e mirë për ta rralluar se për ta lënë cigaren. Ja ku e gjetëm edhe motivin për ta lënë cigaren. Ajo është varësi më, njerëzit përrinë të kafen, përrinë të bukën, jo më të lejnë cigaren. Po tash mos na ka aso cigaren me bukën, por të shëndet ti se. Por që familjet këtë mund bëjnë, të shikojnë ato pak shpenzime që më janë tepërta, jo të ndalojnë, por të kenë mundësi të buxhetojnë më mirë edhe të shtyjnë pak në kohë për të parë se si do jetë situata. E dyta, për të qenë pak vëmendshëm në shpenzimet që bëjnë të përditshme. Nëse kanë ndonjë gjë që ato mund ta shkurtojnë dhe nuk i prish punë në jetën e tyre të përditshme, le ta shikojnë. Le ta shkurtojnë. Për bizneset e vogla, për bizneset, sidomos vogla, për edhe ato të mesme, kjo është një periudhë që ato do fillojnë do të kurrin investimet. Do shikojnë mirë kostot, të mundohen të diversifikojnë burimet e furnizimit tyre, pra nëse janë mësuar të marrin vetëm në një vend malle për të furnizuar, tash të shikojnë në televizin pak më shikojnë alternativë, se ndoshta e gjejnë qoftë edhe 5 lekë më lirë, po 5 lekë këtu dhe 5 lekë aty, më pas bëhen edhe kurse në disi. Po për të dy vërtet do të jetë një situatë as pak e këndshme. Dhe shikojmë çfarë masash konkrete do të marrë qeveria, pastaj se ajo thash kanë dorë për të bërë diçka. Gjeta. Okej, dakor. Po duhet të bëjmë presion atëherë ne si popull zgjedhurve tanë, qoftë në parlament të qeveri. Në ca vende të botës, qeveritë apo autoritetet kanë sugjeruar qytetarët për të patur një shumë të caktuar parash cash. Eksakt. Në shtëpi për raste emergjente. Përfshirë kriza ose konflikte. Për shembull, Suedia, financë si më mend sakt. Po, edhe të dy bashkë. I ka thënë njerëzve përgatituni për disa ditë pas shërbimit bankare dhe për shembull të kenë fjala vjen 300 euro cash. Shpenzim bazë. Po, eksakt, pikërisht kjo bëhet fjalë. Duhet bërë kjo për familjen. Jo vetëm për këtë, po ato e kanë thënë edhe për të pasur disa paketa me ushqime, konserve apo ujë. Të gashin gati për një javë, për 3-4 ditë ose për një javë. Po, është rreziku sepse ne harrojmë që pjesa më e madhe e veprimeve luftarake, më thënë sot janë ato që quhen luftës hibride. Jo thjesht lufta kinetike, pra hodhi bombën, hodha bombën edhe ushtarët me armatim. Po, eksakt, janë dhe sulmet kibernetike, në cilën jo vetëm sistemi bankar, por edhe energjetik, për shembull të heq dritat. Irakenët. Irakenët, mos i ngatrosh shkretët. Iranianët, që tashim duket se na kishin bërë dhe nder, se kishin marrë këto dhënat e deputetëve në kuvend, që siç thuaj, po pikërisht pra do doja që të kishin marrë dhe në gjë tjetër nëse shkojnë andej nga kuvendit. Por që
por që është edhe ky rrezik dhe qytetarët mirë që të kenë një farë rezerve të vogël në kesh, aq sa të munden gjithmonë, se ndoshta 300-400 euro nuk mund të kenë. Gjithhalli është mos me kriju panik, se edhe paniku është domi i madh. Jo, absolutisht. E thash edhe një herë, efektet që ne fillojmë ndjen tani dhe ato që ju thonë që do rriten shpimet që sot apo që këtë javë, po spekulojnë. Është qartë. E kanë nga spekulimi, e kanë nga zelli i madh për t'ju marrë atë pak dhjam që kemi ne. Është qartë. I dashur të falenderoj shumë. Faleminderit të ftesën. Edhe të uroj gjithë të mirat, shëndet dhe mbarësi. Ndërkohë, dashëmiq, sikur të dëgjuat, është shpreha e njohur, prill maj, kursimeve mos ju ndaj. Mirë shumë. Ora është pa 22, do të thënë 9 pa 22 minuta. Kemi ende kohë. Vijoni miq për të prenotuar 069 40 41 003. Ja të kemi me Armanin ton të Myzeqes. Amo. Mirëmëngjes, Aldo, mirëmëngjes jam. Nga downtown i Myzeqes. Nga downtown i Myzeqes. Sot Myzeqes është kthyer mirë në fakt, banorët e Myzeqes duke që orët e para të mëngjesit kanë filluar lëvizjet e tyre, por duke dhe ata që kanë filluar të merren me tokë, përgjithsisht ata. Edhe pamja që ke zgjedhur sot është pamje ndryshe nga dje. Do të thonë pamje plot jetë, gjallëri s'ka gjë në bonese, do të thonë një pamje shumë e bukur piktoreske në Myzeqes. Është një pamje me thënë të drejtë që tregon lëvizjet e banorëve, përgjithsisht ata që janë fermerë, sepse në këtë drejtim banorët shkojnë ose në arat e tyre, ose në qendër të downtownit, pra në downtownin e Myzeqes, pra lidhet puna, lidhet edhe koha e lirë. Po, pa diskutim. Dhe pamja që ke zgjedhur sot po thoja, është një prej pjesëve më të bukura të Myzeqes, apo jo? Një ndër, le të themi, sepse duke qenë lumi për shembull, banorët shpesh ku ka lum aty? Po kemi qenë lum apo? Kemi treguar lumin. Jo, them pamja me e di, them pamja tani. Jo, tani jo, sepse do të thënë lumi është disa metra larg, por është rruga e lumit dhe për shembull banorët kur shikojnë këtë zonë, përgjithsisht pjesa që e nje, dhe thotë vitet për shembull kur kaloja kur isha i vogël apo vitet kur vija nga një fshat dhe vija për në downtownin e Myzeqes, pra kujtojnë ato kohrat e tyre. Po lëre. Dgjoj, kjo pamje që na ofron ti sot, po të mosishe ti aty, ta zëm, figura jote. Mund të konceptohet si një kartolin nga Myzeqeja? Po të mosishe ti? Po, nuk ti ta them me saktësi, por po ta shikojmë. Rruga drejtësare. Po ta shikojmë. Ja dhe makinat tonë, modernizmin shumë e bukur, si ide. Kush ka shku mund? Duket një gjë natyrale, le të themi. Natyrale. Ekskluzive Myzeqes, pa diskutim. Patjetër. Pra nga gjithë pamjet të zgjodhet më të bukurën, shumë bukur. Pastaj. Po. Unë mendoj që po të shkojmë në këtë. Varet se si do. Çfarë është kjo më? Si do kombinoj. Ky është prodhim origjinal i yt, ja? Po pra, ky është sushi me domate dhe me lajthi. Po pse ky kombinim domate dhe lajthi, ku do më dal? Po një kombinim i ri dhe duke qenë se frutat e thata janë një gjë që banorët nuk para i shoqërojnë dhe thash pse mos bëjmë sushi me domate dhe pse jo pastaj shoqërojnë me lajthi, se nuk është e thënë që për duke qenë aty si dekor dhe ti hash që në fillim, por mund t'i hash edhe në fund. Sa të bukur, ku të shkojmë mendja. Po mirë më, ti them çunave, a ti themi aty më, ti themi Feziut të bëj një vizitë tu, se ku s'ka shkuaj? Armani, po është prodhim origjinal i yti, sushi yti, është origjinal, sushi Myzeqes. Pse s'vjen ai më burr? Sushi im është. Por ka, nuk vjen sepse mendoj që ai bën me qejf të promovimet. Se gjë shqiptare, si më thon. Po në qoftë se i duket e arsyeshme, pse jo? Patjetër, mendojmë edhe diçka. A ti them patjetër. Patjetër duhet të emëruar, patjetër. Apo Almos, ti themi Almos? Po, një minutë, kjo Alma Çupi ka ardhur ty? Jo. Pse? Tu ka ardhur. Nuk e di. Po nuk është faji në fakt.
s'ka faj Armani, shfaj ynë, që duhet të kishë marrë masat për të punë. Pa diskutim. Nese, po thoje që? Po thoja që kemi edhe disa ngjarje në Myzeqe, Aldo, të cilat kanë të bëjnë me një ngjarje ka të bëjë me një 27 vjeçare, e cila ajo është grindur me të jemën e saj. Më varja, në sa duhen të shere, të manë se gjitha një lojan. Mbrëm, mblodhët më? Me thëtë e drejtë mbrëm nuk mblodhëm, sepse kishte nga ta banor. Edhe mbrëm dështuat, sa u bë smajt me në dështuar. Jo, nuk dështuan, po banorët kishin, në farë mënyrë ishin të stupikuar ditën e djeshme, sepse banorët gjetën kohën e mirë dhe shkuan për të triruar grurin, sepse normalisht që gruri para se të mbyllet, duhet, po, ka që ka radhë, për shembull, se nuk është se ka shumë tririme, dhe vetëm shumë njerëz që trirojnë, dhe normalisht janë të detyruar të presin apo të lënë një orar. Çfarë i bëjnë grurit? Edhe kjo i bën ata që edhe një çfarë i bëjnë grurit se skuptova gjon. Trirojnë. Tririmi i grurit, po. Çfarë do të thonë kjo? Trirojnë? Kjo do të thonë që ndahet gruri, do të thonë pastrohet nga papastërtitë që ka. Divorcohet gruri nga? Divorcohet gruri nga ato barishte që ka nga divorci i grurit. Mizat vogla që mund të ketë apo mund të ketë ato lulet që mbijnë në tokë dhe kur e shihen me autokombajn, dashur pa dashur futen bën dhe këto pjesë e grurit. Drirohet, ë? Ta ndar grurin për ta bërë të pastër. Bravo. Ke triron, domethënë bëhet një lloj, domethënë divorci. Me po bra. Jo divorci. Edhe kjo i bën grurin që të jetë më e mora vesh. Arman, sot për çfarë mblidheni sot? Po sot kemi Azem Hajdari. Për çfarë? Kujtojmë ditëlindjen e Azem Hajdarit. Okej. Azem Hajdari ka qenë një figurë kryesore, domethënë për lëvizjen studentore. Po tjetër? Se? Tjetër? Tjetër kë kemi ne. Ama, kë ke? Kujto. Ama, ç'ke bërë? Kemi këtë Torquato Tasso. Po, Torquato Tasso. Poetin italian. Po, patjetër. Po do mblidheni për Torquato Tasso ju? Torquato Tasso. Torquato, jo Torquato. Po, Torquato Tasso. Po, nga një njëmi atë? Po, Torquato Tasso e njohim sepse mbaj mendon që në një dokumentar, para shumë kohësh, jo tani dhe më duket se kur kam dëgjuar emrin e tij në disa vepra dhe ja kujtoj banorëve me gjithë sa kanë ditëlindje sot, që jo mund kujtohet dhe të mos shikojmë çfarë mund të ketë në një vepër që mund të interesojë dhe ta lexojë. E qartë, patjetër. Kështu që po benzi po pres foton e ditës së sot me Torquato Tassos. Mirë? Okay. Make me shake, mix it up or give it to me straight. Turn me on, make me say. Cabo, met that girl in Cabo, wearing Ferragamo. He was going shot for shot like Desperado. Stuck into the bathroom, she might be a problem. I should probably stay away. Girl, you're crazy, couldn't even wait for the room. Shaking, trying to keep up with you. You're my spicy margarita, baby. Burn my tongue, make me shake. Mix it up or give it to me straight. Turn me on, make me say. Shy. I just can't stop. You're the only one I want. You're my spicy margarita, baby. Burn my tongue, make me say. Morning, sex me in the morning. Put on a performance. I be going shot for shot. She think I'm Jordan, but she screamed the ruler. I ego enormous. Filling up your body, babe. Girl, you crazy. Couldn't even wait for the room. Shaking, trying to keep up with
You're my spicy margarita, baby. I burn my tongue, make me shake. Come on, man. Mix it up or give it to me straight. Turn me on, make me say. Shy, 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 shy. I just can't stop. You're the only one I want. You're my spicy margarita, baby. Burn my tongue, make me say. Is it hot enough? Yeah, it's hot enough. Should I take it off? Hell yeah, you should take it off. Is it hot enough? Yeah, it's hot enough. Hell yeah, you should take it off. Okej, mirë. Ja të kemi në Shkodër, zemra një gjësi. Mirëmëngjesi Aldo, mirëmëngjesi gjithë. Mi qa bojnë, de. Pas keni takdoni dhe flamurin aty. E keni pasit? Po. Sa duket bukur. Qa bojnë? Duket shumë bukur në fakt, edhe ky moti I mirë I mëngjesit na kujton pranverë dhe këto gjëra të bukura. Sigurisht edhe ato momentet me lule sapo I kemi përfunduar, festat dhe gjërat. Megjithatë kemi pas situata mikse me të thënë të drejtën. Kontrolle nga policia, arratisje, aksidente, plagosje. Dhe krye lajmi është që më në fund rruga e Xhabijes, pra hyrja e qytetit të Shkodrës, do të bëhet me 2 sense. Çfarë 2 sense më? Edhe do mund të hyjmë edhe do mund të dalim me pasqyrë. Qarkullimi do të jetë me 2 sense. Për herë të parë në Shkodër bëhet jo? Jo, ka qenë. Pastaj u mor një vendim për ta bllokuar dhe për ta bërë vetëm me një kalim atë rrugë, por duke studiuar trafikun në Shkodër, me thënë të drejtën, po të hysh vetëm nga zona ku jemi ne, pra nga plagja Perash, që është vetmja hyrje për në qytet, I bie që përveç pjesës së unatave, I bie që trafiku është I tmerrshëm, dhe duke qenë se her pas here ambulanca ka qëndruar shumë gjatë, duke rrezikuar edhe jetën e pacientëve, besoj nga këto gjëra kanë arritur në përfundimin që ta hapin atë. Bravo, hajde, pas keni se bebe gotë, po t'ju folo gotë, po dashka me arë për vizitë. Jemi gëzuar shumë, po, se tani mund të kaloni nga të dyja anët, edhe nga këtu ku jemi ne, edhe nga Xhabia, dhe sigurisht mund të evitojmë atë trafikun e madh. Hajde. Domethënë, pas koshave të ri të mbeturinave, ky ka qenë lajmi I dytë më I rëndësishëm në fakt, që përjetuam gjatë këtyre ditëve. Dhe sigurisht që e pritën me shumë entuziazëm, me brohoritje. Çfarë thuti? Po që I bën share në Facebook, pjesa më e madhe. Jetë e fundit. Po, edhe I haruam për ca momente ato shere. Po, më mirë e bot. Se kemi pas shere jo në Këshill Bashkiak, jo brenda partive, jo kështu gjëra. Iko s'ka më shere tani. Patjetër që ndishen me interes nga analistët. Fantastike. Të cilët kanë marrë situatën në dorë analistët. Po diskutojnë edhe për botrorin 2026. Le më qa botrorin, kemi interes botrorin e gjithë ky lajm edhe, domethënë në Xhabi edhe hyn dhe del, Po, edhe hyn edhe del. Çfarë thotë? Nga data 12 mars, pra nesër e mbrapa. Nesër pra. Se mos vini sot, edhe sot është e bllokuar, domethënë. Mirë. Po nesër e mbrapa. Mi se që donista. Po, bravo. Nesër e mbrapa, nga data 12 mars do të mund të lëvizim në të dyja. Deri në sekondën që na shosh në një video, valla unë se besoj ti lajm. Do të jetë emocionuese, besoj edhe për ne. Edhe hyn dhe del, Edhe hyn edhe del. Dikur ka qenë ashtu me thënë të drejtën. Po kush e ma men atë? Dhe si mbaj mend se kemi qenë të vegjël. Wow. Se tani do të jetë shumë bukur. Kështë disa të lumtur të dini ju në Shkodër. Po, na u hoq një merek shumë I madh që kishim, sepse e diskutonin shpesh analistët në kafe, me njëri tjetrin. Madje disa prej tyre kanë arritur që ta ngrenë zërin deri tek Bashkia. Dhe nga kjo ngritje zëri, ne kemi ngritur në rezultat. Me çfarë ngritet me vinç? Me Facebook gjithmonë. Bra. Po. Kjo që ne ndajmë e bëjmë me Facebook. Nuk ja vlen më asnjë lajm para kësaj, nuk e di. Jo. Por mua deri në momentin që na çosh videon që edhe hyn edhe del, vallai unë nuk arrita besoj të. Do të jetë nesër ky moment emocionues. Pyetja vjen natyrshëm. A do e ndroje Shkodrën në një vend tjetër ti, mas saj? Jo, asnjëherë. Ne kemi gjitha këtu. O, sa mirë me që janë shkodranë.
O, sa mirë. Okej, mirë, e mbyllim me këtë gëzim të parushëm. Dëgjojmë e shikojmë nesër me qishmet. Tung tung.